kam kënaqësinë të kem në studio pedagogun Kaplan Sule. Faleminderit që je me mua, profesor. Faleminderit për ftesën. Nuk e di se si e shikon, a ka sot Shqipëria kapacitetet mjaftueshme për ekspert, qoftë edhe inspektor të kualifikuar sa i përket sigurisë ushqimore. Si e shikon? Dhe e shikon të vështirë, le të themi, këtë sfidë që na ka vendosur BE-ja? Unë duhet të them që asnjëherë këtij vendi nuk i ka munguar njerëzit. Por ajo që i ka munguar zgjedhja ekspertëve dhe gjetja e njerëzve në vendin e duhur. Pavarësisht se problemi është mjaft delikat dhe sistemi i sigurisë ushqimore të vendit tonë konsiderohet nga sistemet që është në zhvillim, akoma i pa konsoliduar, se akoma nuk ka përmbushur standardet që kërkon Bashkimi Evropian. Patjetër që ka ekspert, shoqëria shqiptare dhe jo vetëm institucionet, por shoqëria shqiptare, universitetet dhe gjithë aktorët dhe faktorët që janë pjesë e sistemit të sigurisë ushqimore kanë ekspert të sigurisë ushqimore, patjetër, por niveli i dijeve pastaj ndryshon, kjo në bazë të përvojës, në bazë të shkallës kualifikimit, dhe sistemi i sigurisë ushqimore vuan më shumë në sistemin bazë, aty ku është sistemi bazë inspektimeve. Sepse nuk është vetëm çështje politike, por është bërë gabimi që është bërë në kohë për rekrutimin e inspektorëve, ka ndodhur që brenda grupës inspektuese të ketë persona të cilët janë rekrutuar jashtë profesionit të tyre. Mund të ndodhë dhe kjo, por ata duhet marrin kualifikim në vazhdimsi për të arritur një nivel të caktuar që të jenë të aftë të kryejnë inspektimet dhe kontrollet zyrtare në operatorët e biznesit ushqimor apo në rrjetin dhe zinxhirin e prodhimit të ushqimeve. Ajo që ka vënë re unë është që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk arrin që të kryej kualifikime të vazhdueshme. Kjo do të thotë që ka kualifikime, ka shpeshherë mbështetje me kurse trajnimi, por nuk ka kualifikime, plane kualifikimesh një-vjeçare dhe afatgjatë, të cilat të garantojë që trupa inspektuese në AKU-s dhe gjithë sistemi sigurisë ushqimore në vendin tonë të jetë në efektin e akumulimit dhe të dijeve në progres. Gjë që nuk ndodh, për shkak sepse edhe ata që kanë drejtuar AKU-n, por edhe politika që është ndjekur për të kualifikuar stafin, ka qenë një politikë e cila ka neglizhuar në këtë drejtim. Ne jemi para një fakti kur mendojmë që të jemi në Bashkimin Evropian rreth viteve 2030, dhe madje një nga problemet më të nxehta të procesit të integrimit është dhe procesi ose kapitulli 12 dhe procesi i integrimit në fushën e sigurisë ushqimore. Ky mbetet një nga hallkat e rëndësishme për